Administrimi i shoqërisë rajonale të ujësisë kanalizimeve Lezhë ka nxitur debatën në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Bashkia Lezhë, e cila zotëron 30% aksioneve, ka vendosur të rrihet nga përfaqësimi në bordin drejtues të kësaj shoqërie. Sipas kryebashkiakut të Lezhës, Pierin Dreu, mënyra e funksionimit të ndërmarrjes dhe rritja e çmimit të ujit ndër vite, pavarësisht kundërshtimeve të Këshillit Bashkiak, ka ndikuar në këtë vendimarrje. Dreu ngriti shqetësime lidhur me administrimin e të ardhurave dhe efektivitetin e punës së ujësjelësit. Marrëdhënia mënyrës se si është organizuar pas reformës, edhe në padjeni tonë, në pavëmendjen tonë shumë më bedi, se ne kemi, unë se di se kam firmos një gjë për 10 vjet, po megjithatë kjo ngelet për tu pa. Ajo që më ka shqetësuar është tendenca her pas hershme për të rritur çmimin, dhe nuk është e vërtetë që në 2013 nuk arrit. E kemi arrit pasi e kemi kundërshtuar ne këtu, është rrit. Në 2024 me reformën e re, ujësielësi i Lezhës është bo bashkë me Laçën dhe me Mirditën. Humbjet atje kanë qenë katastrofale. Normalisht dhe kanë qenë ndoshta në problematika më të mëdha financiare se ne. Ti kemi lidh kaq lek, kaq përqind më shumë lek, ku kanë shkuar ata lek? Kanë mbuluar humbjet e dikujt? Apo janë reflektuar diku? Sepse nëse do i them se mora shkas nga ajo që thotë rinj, për shembull, në Shëngjin sot mbytet me ujë, e keni ju për detyrë me hyrë aty, as merrni as i mas, as nuk qeni as i mjet, as nuk qeni as i punëtor. Asnjë. Shkojmë ne si bashki, i bëjmë punë me shërbimet, ndërsa ju jeni inexistent fare atje. Dhe nëse lekët e taksapaguesve lezhian shkojnë me mbush gropat e gjithë qarkut, këtë du me ditë ne. Sepse ne ujësiesin nuk e kemi më në funksion të Lezhës për tarifat që paguajmë. Nga ana tjetër, drejtori i shoqërisë rajonale të ujësisë kanalizimeve Lezhë, Zef Maçi, theksoi se performanca e institucionit ka qenë pozitive dhe se fal kësaj janë siguruar investime të rëndësishme nga qeveria dhe donatorë të huaj. Në qoftë se menaxhimi i ujësisë kanalizimeve Lezhë do të jetë në startin e nevojshëm inxhinierik dhe teknik, për 20 vitet e fundit Lezhë është garantuar përfundizimin e sekatorëve më të pishëm. Sigurisht që këto investime janë grant dhe kredi. Dhe një tjetër grant dhe kredi që është implanti për punimit të ujëra ndodra, që është dhënë nga Banka Evropiane për Zhvillim. Sigurisht dhe kjo ban interes al kredi. Ne, ujësielësi Lezhë, si askush në Republikën e Shqipërisë, i shlyejmë të gjitha kredit muaj për muaj dhe gjitha interesat e kredive. Dhe kjo ka bërë që qeveria shqiptare, donatorët, ta rikonsiderojnë qytetin e Lezhës, duke sjellë 16 milion euro investim për eliminimin e përmbytjeve në qytetin e Lezhës, një herë mirë, për ndërtimin e ujësisë Kodër Maleka, Goca e Kakaris dhe Magistrat Kryesor të ujësisë Shëngjin. Me reformën në vit 2024, ujësisë kanalizimeve Lezhë u shndërruar në shoqëri rajonale, duke përfshirë dhe bashkitë Kurbin dhe Mirdit.